gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme. Unë prezantova shkurtimisht pak më parë, në këtë moment ne jam bashkuar për të zhvilluar një bisedë shumë të veçantë, Mario Taci, së bashku me disa të rinj të cilët kanë qenë pjesë dhe do të ndajnë më tepër nga eksperjenca e tyre së fundmi në Rinart. Prandaj në këtë moment në mikrofon me mua do të jetë Flavio dhe Mikaela, vetëm pas pak do të na bashkohen edhe të rinj të tjerë të cilët unë do t'i prezantoj me shumë kënaqësi në minutat në vijim. Dhe së pari, ju përshëndes, ju falenderoj që gjetët mundësinë për të qenë pjesë e programit në ditën e sotme. Të falenderojmë edhe ne Ankela për ftesën dhe që na fton her pas here në këtë emision të mrekullueshëm ku gjejmë një hapësirë për të ndarë ato punët tona artistike dhe gjithsesi për të qenë edhe më tepër në shoqërinë tënde dhe të muzikës të mrekullueshme dhe çdo gjëje që ti shpërndan në këtë radio. Të falenderoj dhe vërtet është kënaqësi dhe unë patjetër përpiqem gjithmonë edhe më tepër të promovoj gjithçka që ju realizoni dhe sidomos ku të rinjt janë gjithmonë edhe më tepër pjesë e këtyre nismave dhe këtyre aktiviteteve. Secili prej jush mund të prezantoj paksa veten, rolin që keni pasur në këtë projekt në Rinart, duke qenë se Mario ka qenë dhe regjizori dhe skenaristi, apo jo Mario? Po, e drejtë. Po. Unë jam Mikaela Matash, vi nga Gjimnazi Skënderbeu Maliq, edhe jam në vit të dytë. Roli që kam patur unë gjatë shfaqjes ka qenë një udhëtim për një Spanjë bashkë me princin. Ka qenë pjesa më komike le të themi, se kam qenë vajza e dehur duke pirë bira, edhe ka qenë gjithë pjesa vetëm të qeshura. Ke përfaqësuar atë humorin e grupit, nëse mund ta themi kështu, sepse këtu në studio un kam vetëm 4 prej të rinjve, por që grupi ka qenë gjithmonë edhe më tepër i madh për cilin Mario do të flasi vetëm pas pak. Po, Flavio. Përshëndetje, un jam Flavio Bici, jam në vit të dytë dhe un. Jam presidenti i shkollës dhe për personazhi im ishte Princi Kalter. Personazhi im ishte një personazh kryesor, një nga më kryesor, sepse ishim disa kryesor, nuk isha vetëm unë, por që personazhi im ishte një personazh i cili kishte shumë karaktere në të njëjtën kohë. Domethënë, njëri ishte pak si përkëdhelur, njëri ishte pak si i mërzitur, njëri si i kënaqur, njëri si mendje madh, domethënë sikur mburet e trakton me radhë. Të gjitha këto ishin të mbledhura në një karakter, që ishte ky personazh. Personazhin duhet të dilte me të gjitha vajzat në udhëtime të ndryshme për t'i njohur ato dhe në fund të zgjedhë njërin prej tyre. Por më vonë vazhdon. Mos i them të gjitha tani. Mario, më trego pak si regjisor, si skenarist, si lindi kjo iniciativë për të përfaqësuar mbi gjitha Bashkinë e Maliqit në Rinart dhe çfarë elementi do të donit dhe ti si regjisor do doje të përcjellje tek gjithçka që është realizuar tashmë? Atëherë mos gaboj, ky projekt artistik Rinart organizuar nga Këshilli i Qarkut Korç, mendoj se është viti i dytë, pa u gabuar, që organizohet midis shkollave të mesme të Qarkut të Korçës, ku çdo bashki ka detyrë për të përgatitur një shfaqje artistike me nxënësit e talentuar të shkollave të mesme dhe për të përfaqësuar bashkinë e tyre dhe në fund për të dalë në konkurrim me shkollat e tjera të Qarkut, të bashkive të Qarkut. Ne morëm një ftesë normalisht dhe mua më lindi ideja që të realizoja diçka ndryshe për t'u lënë hapësirë të rinjve për të shfaqur talentin e tyre. Dhe kështu fillova të krijoj një skenar, duke ditur dhe elementet e talentuar
sepse unë kam punuar her pas here me ta. Punon në vazhdimsi dhe e një thuajse çdo talent të tyre. Dhe i njoh, por doja të theksoja jo vetëm nga shkolla e Maliqit, por kam shkuar edhe në shkollat e tjera të Bashkisë Maliq, pothuajse në të gjithë gjimnazet, në Rëmbec, Pojan, Podgorie, Pirk, për të evidentuar sa më shumë talente dhe në këto shkolla vendosa që të marr ata talente që vërtet më bënin punë dhe ishin element plotësues në shfaqjen tonë, Princi i Kaltër. Dhe element plotësues mora nga shkolla e Pojanit dhe të Podgorisë, që evidentova disa të rinj të cilët talentuar, që vërtet më bënin pjesë dhe organizuam një shfaqje të përbashkët, e cila konkuroi me dinjitet midis shkollave të tjera. Më trego pak më tepër se cili ishte mesazhi vendosur në qendër të kësaj shfaqje artistike Princi Kaltër. Duke marrë shkaz nga emisionet e ndryshme televizive që për fat keq janë bërë të shpeshta kohët e fundit, nuk dua të përmend emisione dhe televizione tani, por ne ndalemi tek fenomeni. Por që dua të ndalem tek fenomeni që promovojnë një dashuri fake, që gjithçka është e gënjeshtër vetëm për të marrë klikime, si përfaqësore, materialiste, e kupton, dhe doja ta trajtoja këtë temë. U tregova pak i kujdesshëm, sepse është një temë shumë delikate, sidomos edhe kur punon me gjimnazist, janë edhe ata në një moshë delikate, por gjithçka e ngrita në kuadër të komedisë, të humorit, sigurisht duke dhënë edhe mesazhin përfundimtar që dashuria nuk është ajo që shitet në televizor, por ajo që blihet, ajo që zemra e ndjen dhe e ble vërtet zemra, jo ajo që e ble materialja në një televizion, siç ishte rasti i Princit që shpenzonte pasurinë e tij për të njohur vajzat dhe për t'i nxjerrë udhëtime të njëpasnjëshme për të gjetur të durën. Është në fakt një lloj fenomeni që fatkeqësisht po promovohet gjithmonë edhe më tepër. Patjetër. Përveçse përmes medias, përmes rrjeteve sociale, dhe është shumë bukur që ta zgjidhësh të trajtosh këtë temë për të përcjellë mesazhe të tilla, sidomos me të rinjt edhe me gjimnazistë, të cilët janë vërtet shumë të ndjeshëm kundrejt këtyre situatave, sepse janë edhe në pragun e tyre, e gjejnë veten në situata të tilla dashur pa dashur, dhe nga një anë kemi gjithçka që promovohet në rrjetet sociale, në televizion, dhe nga ana tjetër kemi atë vlerën edhe rëndësinë që ne duhet t'i japim dashurisë. Si u përzjodhën të rinj që morën pjesë? Nuk e di, pate disa kritere që ti i kishe vendosur për t'i përfshirë këta të rinj në këtë shfaqje? Siç e thash edhe më parë, pjesa e parë ishte evidentimi i talenteve, përveç shkrimit të skenarit, që e kisha çdo gjë në kokë. Sa kohë të mori gjithë përgatitja? Nuk më mori shumë, sepse duhet ta bëja në një fazë shumë të shpejtë. Skenari mund më ketë marrë ndoshta rreth 2 javë, por që evidentimi i talenteve është tjetër gjë, sidomos kur punon në një bashki që është shumë e shtrirë geografikisht, shkollat janë larg njëra tjetrës dhe duhet të evidentosh talente dhe ti mbledhësh këta, ti bësh bashkë, por fatmirësisht shumicën e aktorëve unë e kisha në shkollën Skënderbeu Maliq, ku mund të punoja çdo ditë, dhe për të evidentuar këta talente unë e dija pak a shumë kush ishin, sepse kam punuar, i kam aktivizuar në aktivitete të tjera kulturore, her pas here artistike, dhe e dija pak a shumë kë do të merrja, dhe thjesht ndërtova skenarin në kokë, dhe në të njëjtën kohë kur ndërtova skenarin në kokë e dija kush do ta bënte rolin, sepse i njihja talentet, nuk kisha nevojë. Kjo është edhe puna e një regjizori në këtë rast. Më tregoni pak se si ishte të punonit me Marion, e di që e keni këtu përballë dhe por dua të jeni të sinqert. Ishte Mario i rept, shumë kërkues në gjithë procesin e realizimit të provave dhe të shfaqjes?
Vazhdojmë? Vazhdo. Tani, Marion nuk mund të them se ishte i rreth, sepse i rreth është, domethënë, ti je shumë i rreth. Marion ishte i saktë me atë detyrë që kishte si regjisor dhe ne ishim të mirë kuptueshëm me detyrën që na kishte dhënë Marioja. Pra, domethënë, nuk ishte mungonin pjesa e shakave, pjesa e kënaqësisë, por nuk mungonte as pjesa e punës. Domethënë ishin gjithë orën po e përgjegjësisë që kishte secili. Domethënë ne kishim kuptuar shumë mirë se çfarë detyre kishin për të bërë ne, po edhe Mario kishte e realizonte detyrën e tij shumë mirë. Domethënë nuk e se na linte fare kështu, po as se ishte i rrep, sepse i rrep ti je shumë i rrep. Mario ishte aq i duhur sa neve e bënim punën me qejf dhe jo me si ta them, si me shtytje ose si me zor, sepse po të detyruar, pasi Mario nuk e se po na detyronte. Mario e bënte në një formë organizimin që edhe ne të kënaqeshim, por edhe të realizonim atë punë që kishim për të bërë. Në fund të fundit, në përfundim të përcjellnit atë mesazhin real që ju të gjithë donit së bashku me Marion në momentin që do të performonit në skenën e teatrit. Ke diçka për të thënë? Si ishte për ty? Për mua ishte një nga eksperiencat më të bukura. Më ka pëlqyer shumë kjo shfaqje që kemi bërë neve. Edhe puna me Marion ishte një kënaqësi shumë e madhe të punoni me Marion. Ishte shumë e bukur. Ka qenë për herë të parë pjesëmarrja jote në shfaqje të tilla? Kam qenë edhe vjet, po vjet isha thjesht në sfilat. Si vjet mora pjesë në aktrim. Patjetër, duke u rritur edhe duke provuar eksperienca të reja. Si mendoni, ju ka ndihmuar kjo eksperiencë të zbuloni më tepër veten apo edhe drejtimin që doni të merrni në jetë, duke qenë se jeni në vit të dytë në mos gaboj në gjimnaz? Për mua po, sepse do të thënë nuk ka ndryshuar ajo ide që kisha, çfarë ide kisha për të vazhduar jetën time, do të thënë profesionin Po, në atë aspekt patjetër. Po zbulova një aftësi ndryshe të cilën unë nuk e dija që e kisha, dhe gjithashtu kuptova që nëse më jepet një punë, mund ta realizoj deri në fund. Do të thënë pak a shumë e dinim, po që kjo ma bëri ta vërtetoj akoma dhe më shumë, sepse unë kisha për të parë që marr pjesë, të dytë në fakt që marr pjesë në aktrim, në rolin e aktrimit, dhe nuk e dija që e kisha si aftësi që mund të realizoj. Zbulon patjetër më tepër nga vetja, nga talenti. Shumë nga vetja ime, po. Kjo. Mikaela? Edhe mua më ka ndihmuar ca për rrugën që do zgjedh dhe mendoj se artet është, të marrësh pjesë në artet është diçka shumë e bukur. Unë akoma se kam menduar se për çfarë mund ta vazhdoj shkollën e lartë, po mundësia e arteve është mundësi e mirë, mundësi e dytë. Çfarë reagimesh keni marrë nga bashkëmoshatarët tuaj, nga familjarët, nga komuniteti? Kemi marrë reagime shumë të bukura, të gjithë e kishin pëlqyer shfaqjen, sidomos pjesën time njerë. Mendonin për çmimin që ta kisha fituar unë, se kam përcjell më shumë humor, ka qenë pjesa më humoristike, më e bukur. Dhe të gjithë më thonin që do ta kisha fituar ti çmimin. Reagimet e mia ishte ku je o princ. Ti identifikonin kështu edhe për të rolit, ë? Po. Kjo ishte, domethënë, ishin kënaqur të gjithë, edhe bashkëmoshatarët që ishin me shaka, batuta me njëri tjetrin gjithmonë. Përsëriteshin shpesh ato batuta të cilat ne kishim brenda në skenë, përsëriteshin. Dhe besoj që ky është një element i suksesit të një shfaqje, ja. Suksesi dhe shumë gjë e bukur, sepse në momentin që dikush përmend atë batutën, kupton që edhe ai ka pasur mendjen, do të thënë, e ka ndjekur me vëmendje shfaqjen. Ka dhënë një mesazh, një klik. Po, i ka lënë një përshtypje, ka dhënë një mesazh. Dhe gjithashtu në momentin kur ta përmend tjetri atë batutën, të kujtojnë pak ato provat që ke bërë më para, të provojnë, do të thënë, të vinë prapë gjitha mbrapa, gjitha ndjesitë që ke ndjer. Dhe shumë gjë e bukur që ta dëgjosh, do të thënë, të shikosh reagimet e bashkëmoshatarëve tanë që ishin kënaqur dhe ishin super me neve. Po. Mua mësuesit më thonë ku e ke birën. Është edhe kjo. Në formë sakaje, patjetër. Duke ju identifikuar se cilin prej jush në rolin që keni pasur në këtë shfaqje artistike, ku kanë qenë të shumt pjesëmarrësit, bashkëmoshatarët tuaj, edhe secili në ato rolet e veta. Sepse dua të bëj një ndërhyrje të vogël. Shfaqja u konceptua si një show televiziv. Dhe brenda show televiziv ndodhnin gjithçka, ndodhte
historia e princit me panelin e vajzave që zgjidhte nga i vajzë dhe shkonte në udhëtim dhe në pjesën e udhëtimit projektohej me projektor Venecia, fjala vjen, Barcelona etj dhe atje ndodhte aktrim, iden sikur ishin në udhëtim. Pastaj shfaqja rikthehej sërish në show televiziv, ishte puntata që të tregonte puntatën tjetër të javës tjetër dhe krijohej një udhëtim tjetër. Brenda showut ishte dhe kënga, ishte dhe sfilata, ishin dhe kërcimet, ishin dhe aktrimi brenda me humorin që ai mbante. Kanë qenë gjithë elementet. Gjithë elementet, por i konceptuar si një show televiziv. Për të goditur ato që tham në fillim fare, duke ju referuar fenomenit. Duke ju referuar fenomenit. Përmende. Dhe duke marrë shkas nga gjithë këto element, normalisht që ishte një numër i madh pjesëmarrësh nxënësish rreth 50 të tillë. Edhe ndoshta secili mund ta gjente sadopak veten në rolin që kishte. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore, ku vetëm pas pak do të na bashkohen dy të rinj të tjerë, Gabriela dhe Ledio, për të na prezantuar më tepër mbi eksperiencën e tyre në këtë shfaqje artistike. Me Marion do të vazhdojmë të qëndrojmë në bisedë në studio, por më parë shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Është një dëshirë në zemrën time të të shërbej. Është një pasion brenda meje që djeg për ty zor. Flaka është ndezur të dëshirë të shërbej. Është një pasion brenda meje që djeg për ty zor. Flaka është ndezur të dëshiroj Jezus. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me të rinjtë të cilat na janë bashkuar në këto momente. Gabriela dhe Ledio, të cilët gjithashtu kanë qenë pjesë e kësaj shfaqjeje artistike, ashtu sikurse pyeta edhe shokët tuaj pak më parë, më tregoni pak më shumë për veten, për talentet, pasionet tuaja, por mbi gjitha edhe për rolin që keni pasur në këtë shfaqje. Atëherë, përshëndetje, si fillim. Unë jam Gabriela Iliri. Edhe jam në vitin e 2 gjimnazin Skënderbeu Malish. Roli im ka qenë një rol serioz, një vajzë serioze, e cila është e qetë edhe në situata që dikush mund t'jetë i agravuar ose në situata ekstreme, jam një person i qetë. Edhe në fund jam vajza që princi zgjedh, po unë e refuzoj. Kjo besoj që tregon pak më shumë edhe nga ajo që unë po të shoh, edhe mënyra se si flet nga karakteri dhe personaliteti, apo jo Gabriela? Po. Cilat janë talentet, pasionet që ti ke?
Unë e kam pasur gjithmonë talent aktrimi. Edhe së fundmi shkruaj edhe e kam nisur të shkruaj një libër edhe shkruaj edhe poezi. Më vjen mirë, edhe pse autoroj shumë suksese në gjithçka që ti dëshiron të realizosh në të ardhmen. Më trego pak Ledio, si ka qenë për ty? Mund të prezantohesh më tepër? Atëherë unë quhem Ledio Vejslari, jam edhe unë studioj domethënë në Gjimnazin Skënderbeu, Maliq. Jam nxënës i vitit të dytë. Unë kisha rolin e prezantuesit në këtë emision edhe dila domethënë pas çdo puntate prezantoja. Si rol më pëlqeu shumë, domethënë, nuk kisha. E gjete veten në këtë eksperiencë? Po. Si eksperiencë ishte fantastike, çdo gjë domethënë më pëlqeu, ishte shumë e bukur. Ishe për herë të parë në një pozicion të tillë? Po, marr pjesë për herë të parë në një shfaqje. Nuk isha dalë asnjëherë më përpara, ishte herë e parë. Kisha pak emocione. Patjetër. Emocionet janë gjithmonë, edhe sidomos kur je përballë një publiku i cili është gjithkohë sy e vesh duke të ndjekur në atë që ti do të prezantosh. Po që përfundimisht u kënaqa shumë, domethënë, e shijova shumë si eksperiencë. Ishte fantastike. Si ka ndikuar kjo eksperjenca, apo nuk e di sa ju ka ndihmuar eksperjenca dhe rolet që ju keni pasur në atë që ju dëshironi të bëni në të ardhmen? Sepse me sa po kuptoj, ajo që Mario ka bërë me secilin prej jush, ka treguar pak më shumë nga karakteri, nga personaliteti që ju ka identifikuar nëpërmjet tyre në rolet që keni pasur. Apo jo Mario? Patjetër. Unë jam i lumtur që kam pasur dy të rinj të talentuar si Ledio dhe Gabriela, sepse kanë pasur të dy role kryesore. Ledioja ishte ai që prezantonte show-n televiziv, moderimin. Dhe vërtet më ka impresionuar sepse është një djalë i talentuar dhe detyra që i dhash Ledios që ta arrinte ishte të komunikonte me publikun, sikur gjithçka ja thoshte publikut vërtet, dhe ja arriti këtë gjë sepse detyra e aktorit kjo është që të komunikojë, të dëgjoj partnerin dhe të komunikojë. Për të qenë sa më i vërtet, për ta përcjell atë gjë sa më reale. Dhe Ledioja e arriti 100% këtë gjë. Edhe pse ka qenë eksperiencë e parë. Jam shumë i lumtur për të gjë që zgjodha një talent si Ledioja, ja besova. Krahas Princit, edhe Ledioja ishte pothuajse te roli kryesor. Ishin të dy në një linjë, si të thuash. Kurse Gabriela kishte pjesëmarrje në panelin e vajzave, ishte një nga vajzat që Princi duhet të zgjidhte për ta njohur. Si fillim Princi shkon me të në një udhëtim që ngatrohen keq, nga Stambolli përfundoi në theth, që shkakton situata komike. I zënata atje, sigurisht çdo gjë projektohet me projektor dhe për ta bërë sa më reale, për ta lënë sa më reale, dhe në fund fare të show televiziv ku Princi ti duhet të zgjedhë një vajzë, zgjedh Gabrielën dhe Gabriela e refuzon Princin, dhe i bën një monolog mu përpara syve mbi dashurinë, se çfarë është dashuria vërtet, dhe si është të dashurosh në televizion dhe si është dashuria vërtet. Edhe ne do ta ndjekim pas pak të monolog apo Patjetër, sepse është mesazhi i gjithë shfaqjes. Është finalizimi i gjithçka. Pothuajse finalizimi, sepse shfaqja mbyllet me një kor vajzash të talentuara nga shkolla e Pojanit, ku ato si të thuash simbolizojnë figurën e femrës. Ato e kthejnë shfaqjen në lashtësi, bën një pjesë nga Medea. Tragjedia e Medeas është që Medea u hakmor ndaj pabesisë të shoqit duke i vrarë fëmijët. Dhe për ta simbolizuar hakmarrjen e femrës, sepse nuk e thash këtë gjë, kur Gabriela e refuzon Princin, gjitha vajzat nuk zgjidhen nga Princi pastaj, sepse moderatori thonë një pikë zgjidh një vajzë tjetër dhe ai nuk do asnjë vajzë tjetër, e refuzon dhe ato e rrahin Princin.
në mes të emisionit dhe largohen fitimtare. Domethënë është si një formë hakmarrjeje. Dhe për ta mbyllur këtë hakmarrje e mbyll me një mesazh nga Medea që thash, si femra si simbol hakmarrëse dhe triumfuese. Domethënë që në qoftë se tallesh me femrën, femra mund të kthehet e pamëshirshme. Sepse kështu është patjetër për të përcjellë atë respektin që duhet kemi për partnerin, e kupton, për femrën dhe për mashkullin është reciproke. Është reciproke. Më tregoni pak si ju ka ndihmuar kjo eksperiencë në atë që ndoshta ju mendoni edhe shikni veten në të ardhmen. Nuk e di Ledio për shembull, atë kanë nxitur ato idetë që ti mund të zhvillosh edhe më tepër, mund të përmirësohesh në aspektin e një prezantuesit, e një moderatori, apo e veten në fusha të tjera dhe duke përfshirë në shfaqje të tilla apo edhe në art vetëm për kënaqësinë tënde dhe për të rritur gjithmonë edhe tepër në aspektin artistik. Normalisht që më ka ndihmuar shumë, sepse domethënë e provova si ishte të dile para publikut. Po për prezantues nuk besoj domethënë që do vazhdoj se nuk ku e veten në të ardhmen. Më pëlqejnë domethënë në shfaqjet teatrale që jepen edhe filmat, më pëlqejnë shumë. Je fokusuar në fushën Jam shumë i fokusuar në filmat. Kinematografisë. Po, kinematografisë. Po për ty Gabriele. Ndryshe nga Ledio, nuk është hera e parë që dal në një skenë. Kam performuar edhe shumë herë të tjera. Edhe në për mendimin tim çfarëdo që të bësh artin do ta kesh gjithmonë pjesë të jetës edhe për kënaqësinë e vetes tënde dhe emocionet që ti i shpreh nëpërmjet asaj që performon. Cilat ishin ndoshta ato momentet më të bukura, por nga ana tjetër dhe më sfiduese të kësaj shfaqjeje, por edhe të procesit të provave, sepse ato kanë qenë edhe që kanë marrë më tepër kohë, besoj. Momentet më të bukura normal përballja me publikun, që ishin edhe emocionet më të forta. Por edhe në prova bashkëpunimi që bënë me njëri tjetrin ishte shumë bukur. Edhe na nxiste për të bërë një shfaqje sa më të bukur. Për ty Ledio. Atëherë për mua momenti më sfidues edhe njëkohësisht më i bukur ishte një pjesë ku kërceja. Atje në do ta provoje veten edhe në kërcim. Po. Edhe një pjesë në fund ku njëra nga vajzat më goditi. Kjo ishte sfidë, besoj. Po, ishte shumë sepse femrat përmbysin gjithë emisionin në fund për t'u akmarrë, shkatrohet. Edhe kariget përmbysen gjitha. Këtu përfshi dhe moderatori. Po. Ishte moment sfidues, po me anë të provave ja dolëm. Domethënë doli bukur, jo se më vjen mirë për gjithçka që keni arritur dhe për suksesin që keni pasur. Për ty Mario, si regjisor, si skenarist, cilat kanë qenë ato momentet më të vështira, por patjetër edhe momentet më të bukura? Sigurisht për mua ishte një eksperiencë shumë e bukur, jo se nuk kam punuar më përpara me të rinj, por kjo ishte diçka krejt ndryshe, duke nisur si fillim nga koncepti i shfaqjes që kisha dhe nga e gjithë përfshirja që duhet të bëja dhe duhet mesazhi që duhet të nxirja. Por momentet më të bukura janë momentet e provave gjithmonë, sepse shfaqja është një natë, 2 net dhe shkon, por ajo që mbetet gjithmonë, e thanë edhe nxënësit, është kënaqësia që ndjen në prova. Normalisht provat kanë lodhjet e tyre, por kanë edhe kënaqësitë e tyre, sidomos kur ke që të bësh me nxënës si fillim të mirë që mësojnë dhe për më tepër të talentuar. Sepse duhet theksuar kjo. Është mirë kur punon edhe me nxënës që të kuptojnë, nxënës që janë të rregullt në mësime, që janë të talentuar, që din të marrin përgjegjësi, pikërisht kjo fjala është e duhur. Dhe ishte diçka që mua do të më mbetet gjatë në kujtesë. Edhe si një eksperiencë më të mira që kam bërë, sepse edhe nga shfaqja u kënaqa shumë me rezultatin që doli, pa diskutim. Patjetër ti ke qenë gjithmonë edhe më tepër aktiv, ke qenë i përfshirë, duke sjellë në skenën e teatrit dhe jo vetëm shfaqje të ndryshme, por më trego pak se cilat janë planet e tua në vazhdim. Do të kemi diçka tjetër
Je duke punuar diçka tjetër në këtë fushë? Mendoj se do ripunoj poezitë e mia për vëllimin e dytë poetik dhe mund të aktivizojmë në disa projekte në Tiranë. Mendoj të provoj sërish kinematografinë, por kjo do t'i mbetet kohës, por pa lënë pas dore edhe teatrin. Sa për vazhdimsinë e kësaj shfaqjeje, shpresojmë që Pallati i Kulturës në Maliq të hapet sa më shpejt dhe ta rikthejmë për publikun në qytetin e Maliqit, për banorët e Maliqit dhe gjithë ata që se kanë parë. Më vjen mirë, është duke u punuar aty momentalisht. Patjetër dhe mendoj se në tetor mund të hapet. Që kështu për dënësimin edhe për nxënësit do jetë më mirë, edhe për shfaqjen që mos mbyllet vetëm për një publik të caktuar. Sepse aq është edhe mundësia për tu vënë në skenë edhe për tu parë. Pa diskutim që po. Duke qenë se së bashku ne po mbrim në fund të bisedës në studio, cili do të ishte një mesazh që keni për bashkëmoshatarët tuaj? Ledi së pari dhe më pas në mikrofon Gabriela do të ndajë edhe monologun e saj, apo jo? Atëherë mesazhi tim që do doja të jepja për të rinjtë është që të merren sa më shumë me këto aktivitete dytësore, për shembull, sepse e gjem veten diku, është zbulon më tepër nga vetja, besoj. Zbulon më tepër për veten tënde. Doja të jepja këtë mesazh t'ia drejtoja gjithë të rinjve, sepse nuk është vetëm domethënë shkollë, se patjetër. Mund të vazhdosh shkollën ndërkohë që ke edhe diçka tjetër. Pas. Po Gabriela, të lutemi në mikrofon. Mesazhi që unë do t'jepja është mesazhi i shfaqjes që ne performuam, që dashuria nuk blihet në televizor. Edhe momenti që mua më zgjedh princi, edhe unë i them që nuk mundem, ai e thot me të tallur që po bën bllofin kjo sikur nuk ka femra sa të duash. Është ajo që ne dëgjojmë rëndom ndonjëherë edhe në biseda sidomos tek të rinjt. Po. Edhe unë vazhdoj me monologun tim pastaj. Edhe i them, sigurisht që ka princ, apo të them më mirë princ me orar televiziv. Në fillim isha emocionuar, mendova ja ky është ai i duri. Por teksa ditët kalonin kuptova që ti nuk po kërkoje një princesh. Ti po kërkoje publik, duar trokitje dhe ndoshta ndonjë kontratë me sponsor. Më the se ndihesh se i lidhur me mua. Po kur e ke përsëritur këtë të 6 vajza të tjera, e di çfarë? Kjo nuk është lidhje. Kjo është thjesht një copy paste. Dashuria nuk është thjesht një fjalë që thuhet para kamerave për të bërë bum në rrjetet sociale. Dhe unë nuk jam një gurshau që ti të luash me mua si të duash. Dhe nuk jam një imazh dekorativ për t'i dhënë fundin e lumtur një emisioni që ti e ke trajtuar për famë. Ndaj po largohem. Jo për t'ikur nga dashuria, po për të shpëtuar nga një iluzion. Dhe kur të përfundosh rolin tënd, shpresoj të gjesh ndonjëherë çfarë është vërtet të dashurosh. Kjo bot kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën. Sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëtim. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni,
Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi konde, me shtatresi e do të vi, ne shpalim qartë, thërasi mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar, ne shpalim qartë, thërasi mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar, ai është kampioni, fitimtar. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi në një bisedë në ditën e sotme me Marion së bashku me të rinj të cilët kanë qenë pjesë e shfaqjes artistike Princi Kaltër në Rinart. Në fakt, bashkëmoshatarët tuaj pak më parë përcollën mesazhet e tyre sipas këndvështrimit të tyre, ku Gabriela patjetër ndau edhe monologun në përfundim të shfaqjes, por cili do të ishte mesazhi që ju keni për bashkëmoshatarët tuaj? Përse ndoshta do t'i nxisni, do t'i inkurajoni të marrin pjesë gjithmonë edhe më tepër në shfaqje të tilla, ta gjejnë veten në fusha të ndryshme të artit? Unë mendoj që duhet të marrin shumë pjesë në çdo aktivitet të mundshëm, sepse mund të zbulojnë gjëra të reja që nuk i dinë për vete, mund të zbulojnë talentet e reja, mund të krijojnë një vetbesim tek tyre, mund të gjejnë shumë gjëra që si kanë ditur. Për të marrë pjesë në çdo aktivitet është një mundësi shumë e mirë. Pas kemi mesazh të përbashkët. Për mua mesazhi im është për moshën tonë, do them bashkëmoshatarët tanë të marrin pjesë në çdo aktivitet të mundshëm që u jepet mundësia. Pasi një si fillim kjo kohë e lirë që kemi mund ta quajmë nuk mund të vinë me. Këtë lloj eksperienca nuk mund të vinë me, janë gjëra të cilat nuk përsëriten më dhe shikojnë shpesh që kalojnë vitet shumë shpejt dhe nuk e marrin vesh si kalon koha. Dhe gjithashtu shikojmë që çdo vit do të them marrim eksperienca të reja, të cilat mund të dashur ose pa dashur do na shërbejnë edhe në të ardhmen. Në një farë mënyre përsëritet e njëjta situatë, por pak me disa gjëra të ndryshe. Të gjitha këto na ndihmojnë në të ardhmen. Gjithashtu këto eksperienca janë eksperienca të cilat do të ngelen në mendje gjatë gjithë jetës. Do kujtosh kur je, do të them më vonë, do kujtosh që kem bërkte, do jesh, do të them të plotsojnë si njeri, të plotsojnë veten atë vendi mbosh që ke, atë kënaqësinë që ke, ta plotson në gjithë kjo pjesa me aktivitete. Njihesh me të rinj, do të them me të rinj të mos tende, karaktere të ndryshme, situata të ndryshme, çdo gjë përballësh me këto, të cilat do të shërbejnë edhe në të ardhmen. Dhe është një nga gjërat më të bukura, kështu që merrni pjesë në çdo aktivitet. Normal zbulojmë edhe veten, por për mua më kryesore njerëz se veten zbulojnë edhe në raste të ndryshme, ndërsa në kjo është gjë më kryesore të cilën nuk mund ta bëjmë që nuk mund të përsëritet dhe nuk mund ta gjejmë në vend tjetër. Patjetër, vitet e gjimnazit janë shumë bukura. Shumë të bukura, po. Jam e sigurt gjithë ata që janë duke na ndjekur bien dakord me këtë, ndoshta bëjnë edhe pak më tepër nostalgjik për ato vitet e tyre dhe për momente të tilla të papërsëritshme, të cilat kalojnë përgjatë viteve. Mario, dua të të pyes në lidhje me çmimet, me vlerësimet, si ishte në përfundim të gjitha shfaqjeve, sepse ju ishit vetëm një ndër përfaqësues. Patjetër, gjithë projekti përfshinte çdo bashki nga qarku i Korçës, çdo bashki kishte datën përkatëse për dhënë shfaqjet e tyre dhe shfaqja vlerësohej nga juri përkatëse dhe përzgjidheshin 2-3 numra nga juria në një hapësirë kohore 10 minutëshe që ata e mendonin që duhet të merrte pjesë në finale. Dhe nga 10 minuta në çdo shfaqje mori pjesë në finale për të bërë një shfaqje të përbashkët përmbyllëse, si të thuash, dhe atje nominoheshin gjithë elementet e talentuar, ndajshin çmimet. Ku shkolla jon mori 3 çmime në fakt, Best Fashion dhe një çmim tjetër, modelja më e mirë,
Flavia Arifi dhe Bez Band, grupi muzikor më i mirë, që prapë u mor nga shkolla jon me dy të rinj tjerë talentuar, Mateo dhe Elio. Pra këto kanë qenë ato vlerësime që ju keni marrë dhe patjetër është një arritje dhe një sukses. Ndërsa Flavio dhe Mikaela, që tashmë po flasin, u kandiduan për aktorët më të mirë, por që fatkeqësisht nuk fituan, por që kjo është një nxitje, një shtys patjetër. Ishte një vlerësim. Për të provuar veten. Për mendimin tim kanë fituar. Kanë fituar zemrat e publikut. Nuk i interesojnë shumë këto të tjerat. E kupton këto ndarjet e çmimeve. Nëse unë e shikoj. Në fundi dikush do t'i marr ato. Do t'i marr. Nëse unë e shikoj vërtet që janë të mirë dhe e kanë kryer detyrën deri në fund, janë fitues. Patjetër, gjithsecili prej tyre ka fituar shumë, ashtu sikurse dhe të rinjt prezantuan nga eksperiencat e tyre personale mbi atë që ata kanë marrë. Nga e gjithë puna, jo vetëm momenti i shfaqjes, por e gjithë puna për gjatë kësaj periudhe në përgatitjen e shfaqjes artistike Princikaltër. Mario, cili do të ishte një mesazh që ti ke për gjithë të rinjt që janë duke na ndjekur, që ndoshta her pas here mund të jenë edhe skeptik se si ata mund të ecin në fusha të ndryshme të artit, por kjo duke u nisur dhe nga eksperienca jote. Atëherë rruga e artit është një rrugë shumë e vështirë, është me ulje ngritje shumë të mëdha, si çdo fushë e jetës, por është, si të thuash, është më delikate, është më e brisht, por ndonjëherë është edhe më e fortë, sepse ëndrat janë të forta, nëse pasioni është i vërtet. Dhe janë ëndrat që nuk të lënë të dorëzohesh, dhe të gjitha ato rënje t'i japin shpresë dhe forcë për të ngritur, për ta vazhduar më tej pasionin, për të rritur profesionalisht dhe për të bërë diçka të bukur nga brendia jote, nga e gjithë qenia jote, për të dalë një rezultat i përkryer artistik, sepse kemi thënë dhe më përpara që arti është i barazvletshëm, ose më mirë të themi është në një linjë me hynoren. Hynorja asnjëherë nuk dorëzohet, që kështu dhe të rinjt duhet të ecin para në rrugën e tyre, nëse kanë vërtet pasion artin në çdo fushë të tyre, që ata kanë pasion, duhet ta vazhdojnë atë në një formë apo në një tjetër, nuk duhet ta lënë pas dore, sepse arti në vetvete të plotëson dhe të bën ta duash jetën, ta duash familjen, të duash njerëzit, të jesh më i kuptueshëm, më i urtë, të jesh më i përgjegjshëm për atë çfarë je dhe më i mirënjohës për atë çfarë ke, sepse nëse ke një shpirt që ka një ndjeshmëri të madhe artistike, atëherë edhe ti do rezatosh atë ndjeshmëri dhe do rezatosh atë mirësi ndaj të tjerëve. Dhe kjo është fuqia e artit, dhe çdo rënje nuk do ta llogaritësh si një rënje, por do ta llogaritësh si një sfidë që e ke përpara dhe do t'i japësh më shumë bukuri jetës me atë rënje. Do ta duash më shumë jetën. Patjetër. E përmende shumë bukur dhe gjithë ato element duke treguar se sa i rëndësishëm është arti në jetën e gjithë secilit prej nesh, qoftë ky një profesion i parë, por qoftë edhe i ndjekur si një pasion për zhvilluar gjithmonë edhe më tepër talentet që të rinjt kanë. Kështu pak nga pak ne po mbrim në fund të bisedës sonë në studio. Së pari, përpara se ta mbyllim, dua të falenderoj të rinjt që ishin këtu në ditën e sotme, Flavio, Mikaela, Gabriela, Ledio, por gjithashtu edhe çdo të rinj që ishte pjesë e grupit tuaj për të realizuar këtë shfaqje. Unë i falenderoj në emër të grupit dhe në emrin tim normalisht. Edhe ty të falenderoj që ishe pjesë e programit në ditën e sotme dhe unë e di ti je shumë i lidhur ngushtë me poezinë, edhe si çdo herë tjetër, nuk dua që edhe sot largohesh pa ndar për dëgjuesit tanë një ndër poezitë që ti ke përzgjedhur. Prandaj mbyllim programi, do të vazhdoj deri në fund të minutazhit këtë intervistë së bashku me një ndër poezitë që ti ke përzgjedhur. Dakor, unë po vendos të recitoj një poezi të titulluar Shi buzëqeshjesh, po na kthen tani në kohën e universitetit, por s'ka më bukur, është një poezi lirike, por le ta shijojmë. Le ta shijojmë. Një buzëqeshje ndriçoi shkallarët e amfiteatrit. Kur dëgjonim leksionin për autorët e lashtë.
Neonet e bardh supeve të binin, të shkëlqenin fytyrën dhe flokët e mëndafsht. Përtej një qielli purpurt zuti qante dhe të prehej u ul mbi ballin tënd të bardh. Por si në ngëmush ustruke në një çadër, unë në një bli heshta krejt në vjesht. Me vështrimin dhe lparak më pe, përmes çurgut që mbi çadër të rrithe. Unë të mos afrohem bëra be, se tek ti dalloj ajo djallë buzëqeshje. Shpirti im i lumturuar isha të çast, se qielli qante me mërzi. Më shtronte mbi fytyrë lotët e sertë. Por ti aty pran e përmbytje atë shi. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time.